Këtë shtunë besimtarët katolik kremtuan festin e shenjtë të Shënkollit në kishën që mban emrin e këtij shenjti në Shkodër. U kremtua mesha e shenjtë nga presidenti i konferencës IPE-shnore, Imzot Gjergj Meta. Gjatë fjalës së tij Imzot Meta tha se nuk kemi asgjë në pronë, por jemi vetëm administratorë të diçka që nuk është e jona. Për këtë Imzot Meta tha se duhet kujdesin për njëri tjetrin. Ne dashur vëllezër e motra, nuk kemi asgjë në pronë. Të gjithë ne jemi vetëm administrator. Familja nuk është pronë e jona. Fëmijët nuk janë prona e prindërve. Famullia nuk është prona e famullitarit. Dioqeza nuk është prona e peshkvit. Bashkia nuk është prona e kryetarit bashkisë. Pasuritë që kemi nuk janë prona e qeverisë. Jemi për të shërbyer. Jemi administrator. Zoti na ka vu administrator. Të një gjaje që s'është e jona, për cilën ne jemi vetëm shërbëtorë dhe vetëm kështu ne ndjekim bariun e mirë. Gjithçka është e bariut të mirë, gjithçka është e Krishtit. Ne, sikur se thotë Shën Pali në leximin e dytë, jemi administrator mbarshtues të mistereve të tij, shërbëtor të Krishtit, mbarshtues të mistereve të tija. E kjo na bën të lirë. Njeriu i lirë është njeriu i varfër. E njeriu i varfër është ai që gjithçka që ka, gjithçka që administron, është e dikujt tjetër, është e Krishtit. Sa herë ne kremtojmë Shënkollin, kështu sa herë kremtojmë baritë e tjerë, ne kujtojmë se ata u bën shenjtën pikërisht sepse kryen detyrën e tyre për me qenë mbarshtues administrator të grigjes së Krishtit. Kuptuan me jetën e tyre se janë vetëm thjesht ata të cilët në emër të Krishtit shkojnë tek njerëzit, në emër të Krishtit ju shërbejnë njerëzve. Dhe këtë Shënkolli e bani në mënyrën më të mirë e ma. Secili nga ne është në një farë mënyre një bari. Jemi bari të njëri tjetrit. Zoti na ka dhënë njëri tjetrit për me u kujdes për njëri tjetrit. Prindrit janë barit e familjes. Mësuesit janë barit e nxënësve tyre. Politikanët janë barit e popullit në të mirën publike. I peshkrit me shtarët janë barit për të mirën shpirtënore të njerëzve të tyre. Të njerëzve që Zoti kisha ju a ka besu. E ju ftoj, dashur vëllezër e motra, që të luteni për ne. Kemi nevojë shumë për lutjen tuaj. Na nuk jena super njerëz. Nuk jena njerëz me fuqi të veçanta. Nëse kena ndaj fuqi, e kena prej Krishtit, nuk është e jona. Shënkolli është një ndër shenjtorët e dëshmitarët e Krishtit më të nderuar nga besimtarët e Krishterë. Shën Nikollu u dallua për kujdesin dhe ndihmën për të varfrit.